Universi mund të japë një shenjë për 4 shenja pikërisht kur nuk e presin. Ndonjëherë universi nuk paralajmëron me shumë të madhe, por me një moment të vogël që ndryshon mënyrën si e shohin një situatë. Mund të jetë një bisedë e papritur, një ide që lind në një moment të qetë ose një ndjesi që të bën të ndalesh dhe të reflektosh. Pikërisht në ato çaste kur duket sikur gjithçka është e zakonshme, universi mund të dërgojë një sinjal që ndryshon drejtimin e mendimeve dhe planeve. Për 4 shenja të zodiakut, kjo periudhë mund të sjellë një shenjë që vjen pikërisht kur nuk e presin. Binjakët. Një moment gjatë kësaj periudhe mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin në mënyrë të papritur rreth teje. Një situatë që dukej e zakonshme mund të marrë një kuptim tjetër përmes një bisede ose një informacioni që arrin papritur. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një momenti komunikimi që hap një perspektivë të re. Në fillim mund të duket si një detaj i vogël, por ndikimi i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa ditët kalojnë. Është një moment ku vëmendja ndaj fjalëve dhe situatave mund të bëjë diferencën. Nëse arrin të dëgjosh me kujdes atë që ndodh rreth teje, mund të kuptosh se disa mundësi po afrohen gradualisht drejt jetës tënde. Një ide që lind në mënyrë spontane mund të bëhet fillimi i një rruge që sjell ndryshim dhe një ndjenjë të re drejtimi. Virgjëresha. Gjatë kësaj periudhe mund të ndodhë që një moment reflektimi të bëjë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Një sinjal i vogël, një bisedë ose një informacion që arrin papritur mund të bëjë të kuptosh se një mundësi e re po formohet. Universi shpesh komunikon përmes detajeve që në fillim duken të zakonshme. Për këtë shenjë, kjo mund të jetë një periudhë ku analiza dhe vëmendja ndaj detajeve bëhen shumë të rëndësishme. Në fillim mund të duket si një situatë e thjeshtë, por kuptimi i saj mund të bëhet më i qartë ndërsa e mendon më thellë. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh menjëherë, mund të kuptosh se disa sinjale po të tregojnë drejtimin e duhur. Një moment i vogël gjatë kësaj periudhe mund të hapë një mundësi që ndryshon mënyrën si e sheh një plan. Akrepi. Një ndjesi e papritur mund të bëjë të kuptosh se diçka po ndryshon në mënyrë të qetë në jetën tënde. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një situate që në fillim duket e zakonshme. Një bisedë, një ide ose një informacion që arrin në momentin e duhur mund të bëjë të reflektosh mbi një vendim që lidhet me të ardhmen. Energjia e kësaj periudhe mund të shtyjë të dëgjosh më shumë intuitën dhe të mos injorosh ndjesitë që lindin papritur. Në fillim mund të duket si një ndryshim i vogël, por kuptimi i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa e mendon më thellë. Është një moment ku reflektimi dhe qetësia mund të ndihmojnë të kuptosh drejtimin e duhur. Një sinjal që shfaqet papritur mund të tregojë një rrugë të re përpara. Ujori. Në disa momente të kësaj periudhe mund të ndjesh se një ide e papritur po të shtyn të mendosh ndryshe për një situatë që lidhet me planet e tua. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një momenti kreativiteti ose një bisede që hap një perspektivë të re. Një situatë që dukej e zakonshme mund të marrë një kuptim tjetër ndërsa e analizon më me kujdes. Energjia e kësaj periudhe mund të ndihmojë të shohësh mundësi që më parë nuk dukeshin të qarta. Në fillim mund të duket si një ide kalimtare, por potenciali i saj mund të bëhet më i dukshëm ndërsa ditët kalojnë. Është një moment ku mendimi i hapur dhe fleksibiliteti mund të ndihmojnë të shohësh drejt një rruge të re. Një sinjal që shfaqet papritur mund të ndihmojë të kuptosh se disa mundësi janë më pranë se sa mendon. Universi shpesh dërgon sinjale në momentet kur duket sikur gjithçka është e zakonshme. Një ide, një bisedë ose një ndjesi e papritur mund të bëhet pikërisht momenti që ndryshon drejtimin e një periudhe. Nëse ndjen se kjo energji lidhet me ty, shkruaj në komente fjalën shenja. Mos haro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe sinjale që universi mund të dërgojë për ty.